Numri vdekjeve perinatale të foshnjave në periudhen para dhe pas lindjes ka shënuar rënje, ndërsa vdekje maternale të nënave gjatë lindjes dhe deri në 40 ditë pas lindjes nuk ka pasur fare gjatë vitit 2014 në Kosovë. Këto janë të dhënat e fundit të prezantuara nga Ministria e Shëndetësisë për vitin 2014 në institucionet shëndetësore. Ministri Imet Rahmani tha se ngadalë Kosova po futet në hapësirën e shteteve, të cilat kanë prioritet trajtimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës. Megjithatë, ai shprehu një breng të tillë lidhur me lindjet në Kosovë. Neve na mbetet të hulumtojmë se sa fëmijë na lindin jashtë institucioneve kosovare, qoftë publike, qoftë private, dhe sa janë faktet ose sa janë smundshmëritë dhe vdekshmëritë në lindjet që ndodhin jashtë Kosovës. Në vitin 2000 ka pasur vdekje perinatale prej 29%, ndërsa sipas raportit, kjo shifër ka rënë për 11% në vitin 2014. Gjithashtu, thuhet se prerjet cezariane janë në rritje, ndërsa vdekjet e paralindjes në klinikën e ginekologjisë dhe obstetrisë në QKUK këtë vit kanë shënuar rënje. Si shkaqet më të shpeshta të vdekjes të posalindurve u tha se janë parakoshmëria dhe anomalit fizike të foshnjave. Skënder Sylla, shef i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, përmendi gjendjen e pas luftës në Kosovë dhe bëri një krahasim me ditët e sotme. Ajo që karakterizoi vitin 2000 ishte se në javën e parë të jetës në atë kohë apo si njihet vdekja perinatale, përfshirë fëmijët e lindur të vdekur dhe ata që vdiqën brenda javës parë ishin pothuajse mbi 1200 foshnjë. Një numër shumë i madh. Sot ne me mburje mund të themi se ky numër është 4 fish më i ulët.